Dje në ora 10 dhe në ora 20:30 në fshatin Leshnic e poshtme e Tetovës dhe në fshatin Uzurmisht e Tetovës, zyrtar policor të stacionit policor në grup Qin ka ndaluar personin EA 70 vjeç nga fshati Leshnic e poshtme dhe KA 43 vjeç nga fshati Uzurmisht. Ata kërkoheshin me urdhër të bazuar në urdhrat e gjykatës për të vuajtur dënimet me burg. Personat janë dërguar për vuajtje të dënimit në institucionin korrektues penal Burgun e Tetovës. Dje në ora 14:10 në sektorin për punë të brendshme Tetov, nga qendra mjekësore Gostivar, kanë raportuar se tek ata është pranuar me lëndime të rënda trupore personi GM, 58 vjeç nga fshati Banjic e poshtme e Gostivarit. Sipas njoftimit, lëndimet i ka pasur kur ka rënë në kanalin e punëtorisë së automekanikut në Gostivar, ku kishte sjell për servim veturën e tij, Mercedesin me targa të Gostivarit. Një ekip nga stacioni policor në Gostivar ka kryer inspektimin në vendin e ngjarjes dhe po punohet për zbardhjen e rastit. Dje në ora 14:25 zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria personin SH, 68 vjeç nga Tetova, duke vepruar sipas raportimit të mëparshëm të vllait të tij 60 vjeçar nga Tetova, se për shkak të marrëdhënieve të pasgjidhura pronësore dhe juridike ndaj tij është sjell në mënyrë agresive dhe ka kërcënuar dhe motrën e tyre me armë zjarri. Të njëjtën ditë me urdhër të gjykatës është kryer bastisje në shtëpinë e SH, gjatë të cilës është gjetur dhe sekuestruar një revolver tip Crossman Air Guns 357. Ai po mbahet në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit ndaj tij do të ngrihet pa dipërkatëse. Dje në ora 16:30 zyrtar policor të stacionit policor Gostivar kanë arrestuar personat FK, 51 vjeç dhe FS, 24 vjeç, të dy nga Gostivari dhe GI, 32 vjeç nga fshati Tanush, komuna e Mavrovës dhe Rostushës, duke vepruar sipas kallëzimit të mëparshëm se rreth orës 16:10 para një objekti hotelerik në Gostivar kanë sulmuar fizikisht personin GI dhe gjatë kontrollit tek FS është gjetur dhe sekuestruar një mjet metalik. Të njëjtën ditë në orën 20, FK ka raportuar se pas mbërritjes në stacion policor të Gostivarit është takuar me personin GI, i cili ka sulmuar fizikisht. Ata po mbahen në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse. Dje në ora 15, zyrtar policor të stacionit policor në Gostivar kanë privuar nga liria një të mitur nga Republika e Turqisë dhe në prani të babait të tij, KMA, 39 vjeç nga Republika e Turqisë, me vendbanim në Gostivar, i është konfiskuar biçikleta që e kishte vjedhur më parë. Biçikleta i është kthyer pronarit BV, 33 vjeç nga Gostivari dhe i mituri po mbahet në stacionin policor dhe pas dokumentimit të rastit do të përgatitet para shtresë përkatëse. Mbrëm zyrtar policor të sektorit për punë të brendshme Tetov kanë ndërmarrë masa dhe aktivitete për përmirësimin e sigurisë publike në zonën e sektorit për punë të brendshme Tetov, ku në bashkëpunim me inspektorët e Inspektoratit Shtetëror të Tregut, Drejtorisë të Ardhurave Publike dhe Inspektoratit të Punës kanë kryer aksion kontrollues në objekte të basteve sportive, kazino dhe objekte tjera. Gjatë kontrollit janë konstatuar shkelje në jurisdiksionin e institucioneve të tjera në 2 pika bastesh sportive, të cilat kanë marrë masa në përputhje me ligjin. Ndërkohë në një kazino në rrugën e Ilindenit janë gjetur dhe arrestuar për qëndrim të padeklaruar në vend personat KL, 24 vjeç, VH, 20 vjeç dhe IH, 24 vjeç, të tre nga Republika e Shqipërisë dhe kundër tyre do të përgatitet para shtresa përkatëse.